Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski njoftoi se ka zhvilluar ditën e dieshme një bisedë telefonike me kryeministrin Edi Rama, ku ka ndarë shqetësimet mbi situatën e sigurisë në Ukrainë dhe agresionin e vazhdueshëm rus. Në një postim në rrjetin social X, Zelenski bëri të ditur se ka informuar kryeministrin shqiptar Edi Rama mbi sulmet më të fundit me raketa dhe dron të ushtrisë ruse mbi Ukrainën. Këto goditje tregojnë edhe një herë se Rusia nuk ka asnjë qëllim për t'i dhënë fund luftës, prandaj nevojitet një presion i mjaftueshëm për të ndalur përfundimisht, theksoi Zelenski në komunikimin me kryeministrin Edi Rama. Ndërkohë, mëteja i shtoi se ka ftuar kryeministrin Edi Rama të marrë pjesë në samitin Ukrainë-Europë Juglindore dhe konfirmon se Shqipëria do të jetë e përfaqësuar në këtë ngjarje. Faleminderit Shqipëri për mbështetjen ndaj Ukrainës dhe popullit ton, përfundoi fjalën e tij Zelenski në postimin në rrjetin social X.